kursi radiofonik I gjuhës angleze. Let's talk in English. Të flasim anglisht çdo ditë duke ndjekur programin Let's Talk in English në orën 14 në Radio Emanuel. Thanks for taking the time to learn English here with us. I know learning a new language can be hard work, but we believe in you. Situata plot humor, argëtim dhe informacion vinë në familjet tuaja përmes programit Let's Talk in English. Mësojmë rreth teknologjisë, artit, kulturës dhe fushave të ndryshme të jetës, duke ndjekur këtë kurs radiofonik të gjuhës angleze. Let's talk in English. 10 minutes every day. That's the way. Let's talk in English. Rikthehemi në studio me njërin pas hapësirës së parë muzikore që startonte programin në ditën e sotme dhe në këto momente më është bashkuar në studio I ftuari ditës së sotme. Unë prezantova shkurtimisht edhe në hyrje të programit zoti Leonardo Olli, drejtor ekzekutiv I Fondacionit Korçaret ndihmojnë Korçaret. Përshëndetje, kënaqësi të jemi së bashku sot. Përshëndetje. Një korektim të vogël sepse ndonjëherë dhe gjuha shqipe e përkufizon, do të thoja, ose përcakton pak të sensin e ndihmoj ose ndihmojnë, por në rastin konkret ne I kemi Korçarët, ndihmojmë Korçarët. Ndihmojmë, po. Nuk ka qenë rastësi përzgjedhja e kësaj forme të shprehurit, edhe pse pak në gjuhën shqipe nga pikpamja sintaksore dhe gramatikore ka një lloj stonimi, por nuk është e gabuar faktikisht. Pra Korçarët ndihmojmë Korçarët. Ndihmojmë Korçarët sepse gjithë thelbi dhe çështja në ndërtimin e këtij fondacioni, që në konceptimin dhe perceptimin e tij, është kur ne të ndjehemi ne. Pra nuk është dikush që bën diçka në drejtim të dikujt tjetër, por jemi ne që ndihmojmë veten tonë. Sepse ky është edhe thelbi I një fondacioni komunitar, dhe për këtë arsye ne e ndërtuam në këtë bazë duke marrë parasysh praktikat më të mira në Shtetet e Bashkuara dhe në Angli, por tashmë një praktikë që po hyn gjerësi dhe në Europë. Ne jemi I pari fondacion komunitar në Shqipëri, dhe kjo erdhi si rezultat edhe Ivon Naum, doktor Ivon Naum, e cila është zonja korçarja, që s'ka jetuar kur në Korçë, por që ka të përcjell në ADN-n e vet dashurinë për këtë qytet të mrekullueshëm, e cila insistoi për të ndërtuar një fondacion I kësaj natyre, duke qenë në të njëjtën kohë dhe themeluese dhe donatoria kryesore, që besojmë sipas edhe dëshirës së saj të jenë shumat konsiderueshme, por të cilat duhet meritohen nga Korçarët, dhe në këtë moment ne kemi dhe punën kryesore për të ndërtuar projekte dhe qasje të tilla të cilat do të bënin jo vetëm Ivon, por dhe donatorë të tjerë të mbështesnin nismat tona. Dhe ky është koncepti I këtij fondacioni komunitar, prandaj është e vendosur edhe në vetën e parë të numrit shumës, në të tërën e vet, pikërisht për të krijuar atë që është gjëja më bazike, më thelbësore, e sotme dhe në të ardhmen, ndërtimi I një komuniteti që vetë ndihmohet dhe vetë funksionon. Është një filozofi që patjetër në vende të zhvilluara është zhvilluar gjithmonë edhe më tepër dhe kemi nevojë që ta sjellim këtë lloj fryme edhe në vendin tonë. Unë besoj që ne kemi nevojë ta risjellim. Sepse ne kemi patur të traditë të mrekullueshme vite më herët, ndoshta edhe kur këto vendet e zhvilluara që ne flasim sot nuk e kanë patur, Shqipëria dhe Korça në veçanti daton pothuajse që në fillimet e viteve 1800 konceptin e dhuruesit, konceptin e donatorit, konceptin e bamirësit, I cili me kalimin e viteve erdhi gjithmonë duke u sofistikuar. Pra Korça e njeh këtë fenomen që në fillimet e viteve 1800. Mbështetja e madhe që donatorë të ndryshëm, të kohës, figura të shquara të periudhës dhe të karakterit biznesmen, por edhe social, hodhën shuma maramendse në dobi të qytetit duke ndërtuar objekte kulti si kundur ishin kishat, sikur është rasti Anastas Laçkës, që është domethënë një nga figurat më të mëdha të epokës, dhe pastaj erdhën në forma të tjera duke ndërtuar shkolla për qytetarët e Korçës, edhe pse në periudhën në fjalë për arsye historike, për arsye se perandoria otomane e kishte ndaluar me ferman të sultanit për hapjen e gjuhës shqipe, këto shkolla u ngritën fillimisht në gjuhën greke,
por që sigurisht brenda tyre mësoj ose interpretoj edhe në gjuhën shqipe. Ka qenë iniciativa e vijueshme e dhjetra familjeve korçare në gjendje, siç janë familje tërë po nga Voskopoja apo dhe familje të tjera, të cilët kanë kryer një nga aktet më të mrekullueshme dhe më të bukura që ekziston në konceptin e solidaritetit në komunitet, që ka qenë vendosja e shumave të caktuara për prikën. Ju e njihni shumë mirë fenomenin e prikës në kohë, e cila ishte si thuash një detyrim bazik që një vajzë të martohej. Pra, nëse një familje nuk ishte në gjendje të garantonte prikën, vajzat mund ngeleshin pa martuar. Dhe dhjetra korçar të cilët ishin në gjendje nga pikpamja ekonomike të asaj periudhe, garantonin këto shuma për vajzat e familjeve në nevojë, në mënyrë që dhe këto të kishin të drejtën më themelore të kohës, të krijonin familje, pra të martoheshin. E kuptoni që ne kemi një histori dhe traditë të shkëlqyer, për të cilën unë ndihem shumë krenar. Sepse të qenit në Korçë është një rastësi, por unë ndihem krenar me gjestin, dhe s'kurt mos isha korçar, do të ndihesha po kaq krenar, sepse ka qenë nga qytetet e para, zonat e para, do të thoja, në gjithë territorin e Shqipërisë së kohës apo dhe të sotshme, që i ka krijuar këtë traditë të mrekullueshme, e cila ka vazhduar pasaj për të ngritur në nivele të tjera në fillimin e viteve 1900 apo dhe 1920, me Turtullin, Mborjen e shumë figura të tjera, të cilat mund t'i trajtojmë në një mision të veçantë për t'u thurur homazh për atë traditë të shkëlqyer që kanë lënë. Pra në rastin konkret, unë jam merësisht i bindur brenda vetes që ne nuk ka nevojë të sjellim traditat, ne mjafton të risjellim atë traditë të mrekullueshme që për fat keq lufta e dytë botërore dhe pastaj vendosja e sistemit më të egër diktatorial komunist në Shqipëri e azgjesoi pothuajse totalisht. Dhe do doj kohën e vet për të rikthyer. Do të jetë një punë jo shumë e lodhshme, por do të kërkoj kohën e vet. Korçarët duhet të dinë që kjo gjë ka qenë pjesë e Korçës. Ajo që ne ka identifikuar në një farë mënyrë. Shumë e identifikuar, e njohur më pas edhe nga pjesa tjetër e Shqipërisë, por dhe ka frymëzuar më pas Gjirokastrën, Beratin, Shkodrën apo dhe Tiranën, qytete të tjera, për të kapur këtë koncept kaq madhor dhe kaq, do të thoja, njerëzor, sikundër është të ndash me dikë atë pjesë që ti e konsideron tepër, sepse në thelb ky është donacioni, ky është dhurimi, kjo është filantropia. Të bësh për njerëzit atë që ti mundesh ta bën dhe nuk ka rëndësi shumat. Dikush mendon që dhuruesit ose donatorët ose filantropët mund të jenë vetëm njerëz që dhurojnë biblioteka, si Turtulli apo spitale. Jo. Një filantrop është edhe ai njeri i cili ndan brenda mundësisë së vet ekonomike atë 1.000 lekshin e ri apo 10.000 lekshin e vjetë, sekundër e quajmë ne, për një kaos të madhe. Por sa e mundur është që në ditët në cilat ne jetojmë të paktën të edukosh breza të rinjt, për të qenë gjithmonë edhe më tepër të hapur për të dhuruar, edhe për të qenë në mbështetje të këtyre nismave, iniciativave. Shiko, asgjë nuk është e lehtë. Asgjë nuk është e lehtë, sepse ashtu si në çdo lloj nisme, në çdo lloj ndërmarrje, apo dhe iniciative biznesi, apo dhe në iniciative krijuese, pra njëri që shkruan poezi apo shkruan libra, nuk bëhet gjeni që ditën e parë mund ta ketë talentin brenda vetes, po do t'i duhet shumë kohë që këtë talent ta organizoj, ta ndërtoj për ta bërë atë pasaj të njohur edhe të pranuar nga gjithë opinioni publik. E njëjta gjë është edhe në rastin konkret. Ne edhe në këtë periudhë kemi një traditë mirë, do të thoja, e kemi filluar dhe kemi ecur në një traditë të mirë me organizata të ndryshme, jo fitimprurse, të cilat ndonjëherë janë dhe të karakterit fetar, të karakterit krishter apo të musliman e tjera, por edhe me organizata të tjera të cilat ndihmojnë ose punojnë me grupe të caktuara në dobi të komunitetit, sepse për fat keq ose për fat mirë, do ta thoja, në disa raste të tjera, shteti nuk është një institucion ose një koncept apo një nocion i cili mund të mbulojë gjithçka. Do të ishte e pamundur. Për më tepër, nisur nga ajo që thoni ju se sa e lehtë do të jetë apo sa e vështirë, unë besoj që një nga pengesat më të mëdha që kemi jo vetëm ne, po kushdo
që është i fokusuar në konceptin e filantropisë, të dhurimit apo të bamirësisë, përballet me, do të thoja, atë presion të jashtëzakonshëm që ushtrua në Shqipëri për rreth 50 vjet, që është roli i padiskutueshëm i shtetit. Ndryshe në aspektin e politologjisë kjo njihet si etatizmi. Pra, shteti është gjithçka. Pra, në periudhën e komunizmit ti nuk kishe nevojë të ndihmohesh, sepse për çdo gjë që ndodhte në rast tërmeti, zjarri, ishte shteti ai që t'i zgjidhte të gjitha problemat, sigurisht duke të patur dhe nënzgjedh. Dhe në rastin konkret, kjo lloj kulture për fat keq është normale, nuk është ndonjë diçka anormale, por për fat keq vijon. Dhe në çdo rast çfarë do që ndodhen, bisedat tona më thjeshta me fjalë, po ç'është bën shteti? Po ç'a do bëj shteti? Ndërkohë që në kohët e kaluara ose në periudhën e viteve 1800, kur nuk ishte shtet dhe Shqipëria ishte pjesë e perandorisë osmane, filloi komuniteti të thoshte çfarë do bëjmë ne për veten tonë. Dhe kjo duhet të rikthehet për 2 arsye madhore. E para, sepse duke ndihmuar njëri tjetrin ne do të kuptojmë problemet tona, do të njohim më mirë njëri tjetrin, por ajo që është më e rëndësishme është do të krijojmë një lloj pavarësie. Që shumë lehtë ne e dorëzojmë të pavarësinë tonë individuale. Ndërsa të qenit në komunitet, siç ka qenë Korça e viteve 1900, 1120, 1930, që mblidheshin, le të themi, njerëzit më të ndriçuar të qytetit në kuptimin edhe intelektual, po edhe financiar, dhe vendosin së bashku se çfarë duhet bërë që shteti apo qeveritë e kohës e kishin të pamundur. Më lejoni t'ju kujtoj për shembull një rast shumë të thjeshtë, dhe kjo do të jetë është një nga dëshirat e mia të vjetra dhe jam shumë i bindur që mendimin e fondacionit, por edhe të vetë qytetarëve të Korçës ne do ta realizojmë, pra të ndërtojmë një guid të gjitha objekteve të dhuruara në Korçë apo të ndërtuara me kontributet komunitare. Dhe njëra prej tyre që askush nuk e thot dhe nuk e di pse nuk e thot, apo nuk i kushton vëmendjen për ta promovuar në konceptin e vet, jo thjesht nga pikpamja e godinës, është edhe godina e ish bashkisë së Korçës, apo ndryshe siç njihesh në periudhën e sistemit komunist, ish komiteti ekzekutiv dhe tashmë godina e prefekturës dhe e qarkut. Ajo është një godinë e cila është ndërtuar me kontributin e korçarëve. Shteti shqiptar i kohës ka dhënë vetëm lejen. E gjitha është produkt i ndihmës dhe kontributit që kanë ndërtuar korçarët. Edhe çfarë trashëgimi, për E jashtëzakonshme si nga pikpamja arkitektonike, ashtu dhe nga pikpamja e vendosjes, pra pozicionimi në qytet dhe të gjitha me radhë. Pra, pse hezitohet të promovohet ky koncept? Sepse për fat keq ndeshemi ndoshta me një formë të re etatizmi. Dhe me njerëzit të cilët gjithnjë dhe më shumë kanë dëshirën që të mos veprojnë, por nuk është rruga e duhur. Sot vetveprimi është mënyra më kryesore dhe më e duhur për të cilat ne mund të krijojmë një frymë komunitare që do të na bënte të ndjeheshim mirë me njëri tjetrin. Është e rëndësishme, sepse ne si njerëz priremi ndonjëherë që të shqetësohemi vetëm për atë. Eksakt. Pra, shteti ka detyrimet e na prek veta, ne personalisht. por duke qenë komunitet, duke bërë këtë punën tonë të vogël si komunitet, par duke krijuar këto praktikat e vogla të punës, duke u bërë bashkë si komunitet, ne kemi më shumë zë dhe më shumë forcë për të detyruar strukturat e qeverisjes lokale apo qendrore për të krijuar realisht dhe ata punë në dobi të komunitetit. Për të vepruar. Sepse çdo gjë që duhet dhe që vjen nga taksat e qytetarëve, pra dhe taksat në vetvete, pavarësisht se është një mënyrë pak e marrjes me forcë, taksa merret, nuk është se çdo kush ka dëshirë ta paguaj, por e marrim të mirëqen se japin me dëshirë. Dhe të gjitha këto që vijnë janë taksat e qytetarëve, sepse një funksionar apo një institucion shtetëror nuk ndërton me lekë të veta asgjë. Patjetër. Janë gjitha taksat e qytetarëve. Pra, janë qytetarët kontributorët më të mëdhenj në çdo gjë që ndërtohet. Drejtuesit e institucioneve kanë detyrimin të jenë sa më drejtues të mirë dhe të menaxhojnë në formën më të mirë të duhur paret publike. Nuk janë ata pronarët. Pronarët jemi ne, komuniteti. Për fat keq kjo ndonjëherë na shkalohet ose dhurohet si pat keq. Jo. Këto janë të drejta
që i kemi edhe nga natyra, pra edhe nga Zoti, por janë të drejta që i kemi edhe nga kushtetuta. Dhe nuk duhet i lëshojmë kur këto të drejta. Duke qenë se është një fondacion komunitar, si është pritur kjo nismë nga qytetarët e Korçës, por edhe përtesa, edhe nga diaspora korçare, duke qenë se ju keni kontakt vazhdueshëm me korçar që jetojnë në vende të ndryshme nëpër botë. Kjo është pak e frikshme po ta them tani. Është pak e frikshme sepse pritshmëria është kaq e madhe sa jo vetëm unë, po të gjithë ne, stafi drejtues me fjalë edhe anëtarët e bordit të fondacionit, ndjehemi përpall një presioni të jashtëzakonshëm për të justifikuar dhe përligjur këtë besim dhe këtë pritshmëri të madhe që na është dhënë që në ditët e para Është një përgjegjësi e madhe. Që është bërë është një përgjegjësi shumë e madhe që na është dhënë që në momentet e para që ne kemi bërë publik ekzistencën e fondacionit në muajin dhjetor. Muajin dhjetor ne organizuam një tryezë të rumbullakët në formën e një workshopi mbi konceptin e filantropisë, mbi lidhjet e Korçës me filantropinë. Ajo që përmenda më herët, kemi patur të ftuar qytetar, kemi patur të ftuar pjesë domethënë të elitës akademike të qytetit Korçës nga universiteti, kanë qenë përfaqësuese të institucioneve, drejtuese lokale këtu, dhe kemi prezantuar aty filozofinë dhe konceptin ton. Dhe kush është, le të themi, risia e një fondacioni komunitar. Dhe pse përbën risi në mënyrën e organizimit, se në përgjithësi të gjitha organizatat jo fitimprurse në qendër kanë komunitetin. Ajo që e bëri të veçantë dhe që të gjithë njerëzit në atë fazë mirë pritën është që ne nuk duam të jemi një organizat më tepër në qarkun e Korçës ose në bashkinë e Korçës, por fondacioni komunitar është një organizëm i cili kryesisht merr, si thua, në zotimin për të ndihmuar organizatat që punojnë në mbledhjen e fondeve. Pra nuk është se ne jemi zbatues të projekteve të drejt për drejta në teren. Sigurisht mund të ketë raste që ne mund të jemi detyruar për arsye të mos përputhjes së profilit të organizatave ndryshme me një punë që komuniteti e ka të nevojë. Atëherë ne do të marrim përsipër, domethënë, edhe zbatimin e një, por nuk është ky koncepti ynë. Nuk është ky detyrimi ynë, nuk është ky orientimi ynë kryesor. Orientimi ynë kryesor është që ne të jemi në ndihmë të organizatave të ndryshme në qytetin e Korçës apo edhe të zonave përreth për të ndihmuar ata edhe në logjistik, edhe në trajnim, pra në burimet njerëzore, por edhe në organizimin e eventeve për mbledhjen e fondeve, të cilët organizatat nuk e kanë këtë mundësi sepse nuk janë të fokusuara, por dhe kapacitetet e tyre. Sigurisht ata e bëjnë në mënyrën e tyre, por ne themi që kjo gjë tashmë do jetë një dorë edhe një ndihmë shumë e madhe. Duhet të jetë një koordinator. Duhet të jetë një koordinator. Një koordinator i cili duke patur parasysh mënyrën e funksionimit të tij, faktin që ka një donator në këtë fazë, faktin që mund të ketë donator të ardhshëm nesër pjesë integrale, si antar të bordit apo si pjesa asaj që ne ndryshe e quajmë miqtë e fondacionit, ose miqtë e korçarëve. Pra të gjitha këto do të krijojnë mundësinë që të kemi një rakje mendimesh dhe diskutimesh në komunitet se cilat do të ishin prioritetet më të rëndësishme, domethënë. Dhe kjo është shumë sepse edhe në statutin ton ne kemi vënë prioritet 2 kategori që janë prioritare. Dhe fillojmë nga të rinjt dhe kalojmë pasaj te pjesa tjetër te të moshuarit. Pse do të pyes dikush te të rinjt? Sepse ne shikojmë që po ndeshemi tashmë me një praktik të frikshme të braktisjes së vendlindjes. Për arsye nga më të ndryshmet. Sigurisht nëse dikush do të ishte i lumtur nga pikpamja ekonomike apo sociale, nuk do të kishte arsye të ikte. Dhe në këtë moment ne kemi detyrën dhe detyrimin ndaj vetes ton, ndaj qytetit ton, ndaj çdo korçari, të shikojmë se kush do të ishin format dhe mënyrat më të mira që ne mund të aplikonim për të ndalur sa do pak këtë largim, se nuk mund ta ndalosh. E drejta e lëvizjes është një drejtë e çdo kujt, por problemi është që ne të marrim të gjitha ato masat e mundshme që kjo lëvizje të mos bëhet si rezultat i një jete më të mirë. Nëse dikush do të ikë për ambicet e tij profesionale, pra një futbollist
i Korçës, si do të luaj me një ekip të madh Po. në një vend të botës, patjetër. Është më se normale. Ashtu një orkestrant shumë i talentuar, i cili do dojë të jetë pjesë e orkestrës simfonike të New Yorkut Kjo ka ndodhur dhe do të vazhdojë Dhe të duhet të ndodhë. ndodhë, jo përkundrazi, kjo do të ishte krenari për ne. Po. Madje ne këtu duhet punojmë që këtyre talenteve t'ju garantojmë qoftë dhe ekonomikisht të gjitha mundësitë që këta të shkojnë të shkëlqejnë për të qenë aty, sepse do të jenë produkt i shkëlqyer i një dhe prezantimi i shkëlqyer i Shqipërisë dhe vlerave të shqiptarëve. Vërtet. Por pjesa tjetër e cila detyrohet të ikë për aspekte ekonomike, jo, unë besoj që jo, duhet t'ju kthemi atyre mundësinë që t'i kthejmë dhe prandaj fokusi kryesor janë të rinjt. Leoni t'ju them për shembull një fakt. Sipas sondazheve të fundit dhe studimeve të fundit që janë bërë dhe nga Eurostati, ka rezultuar që të rinjt shqiptar, pavarësisht se janë përdoruar shumë të mëdhenj të smartphone-ave apo të teknologjisë, janë më pak të përgatiturit në raport me njohjen e teknologjisë, pra si profesion. Pra për ta patur atë si një mundësi për ta ushtruar edhe si profesion në softuere, në të gjitha programime të tjera me radhë. Ndërkohë që Letonia ose Estonia vite më parë u fokusuan dhe ka krijuar një brez të shkëlqyer të rinj, sepse sot duhet të shikojmë dhe të ndalemi dhe të fokusohemi se kush do të jenë punët e ardhshme, kush do të jenë profesionet e së ardhmes. Sigurisht që shteti duhet bëj pjesën e vet, por ne duhet bëjmë pjesën tonë, se nuk mund të rrim gjithë ditën me syt nga shteti. Për 100 arsye ne nuk mund të rrim me syt gjithë ditën nga shteti. Pra ne duhet ndërtojmë prioritetet tona dhe pastaj e thash si një komunitet, si një trup i vetëm, duhet të ushtrojmë presion në radh të parë në konceptin e qeverisjeve lokale dhe pastaj atyre qendrore për të kuptuar dhe për të investuar në këto prioritete që vetë komuniteti i shikon si zgjidhje për të ardhmen e tyre. Sepse nëse ne do të presim që një burokrat diku në një zyrë në Tiranë do të mendoj se kush do të ishte gjëja më e mirë për Korçën, jeni të bindur që dhe kjo ndodh kudo. Nuk besoj se ata të Lionit presin se çfarë do të mendojnë burokratët e Parisit e tjera me radhë. Dhe për këtë është shumë e rëndësishme dhe duke patur parasysh traditën tonë të shkëlqyer që kemi qenë lider në Shqipëri. Kemi qenë lider, kemi qenë një kryeqytet i pa deklaruar gjithmonë i Shqipërisë. Ne, Shkodra, Gjirokastra, pra kanë qenë qytetet të cilat kanë qenë lider sepse kanë akumuluar eksperjenca ekonomike, financiare dhe automatikisht to sjellin pastaj edhe potenciale intelektual. Në vërtet. Dhe ne duhet ta rikthejmë këtë traditë. Pra nuk është se po shpikim rrotën. Po pjesa tjetër të moshuarit, kategoria tjetër tek pastaj do të fokusohemi. Kthehemi tek pjesa tjetër që ju thatë që të moshuarit. Pse? Sepse gjithnjë të paktën që në momentin e parë të ndërtimit të këtij fondacioni, nisur dhe nga vetë ndjeshmëria e lartë që doktori Von Naum ka në raport me bashkëmoshatarët e vet, ajo sot gati 92-93 vjet dhe jeton në Seattle të Shtetet e Bashkuara dhe sigurisht që ajo e di ka një tjetër qasje dhe ka një tjetër suport në aspektin e mekanizmave dhe institucioneve dhe strukturave të ndërtuara nga qeverit lokale apo qendrore aty dhe e kupton se çdo të thotë ti jesh i vetmuar. Ajo jeton vetëm. Një djalë i është ndarë nga jeta, është i ndarë nga bashorti dhe jeton sot vetëm. Zgjedhja e saj, jo se nuk mund të jetojë diku tjetër. Por e di shumë mirë se çdo të thotë ti jetosh vetëm. Dhe në aspektin e të moshuarve, 3 janë qasjet tona që shpresojmë të shkojmë. E para do të ishte mundësia për të krijuar një ambient ku ata të jetonin së bashku. Për shembull, nga praktikat që u thatë që ne kemi edhe me diasporën shqiptare, sidomos në Boston, ku kemi edhe shumë korçar për fat mirë, por jo vetëm. Për shembull, në Boston ishte dhënë një zgjidhje e kësaj natyre, që ishin ndërtuar pallate për të moshuarit. I ka ndërtuar shteti. Pra sistemi për punën e banesave sociale. Pra kemi pallate, por tashmë për të moshuarit. Dhe në këto pallate kishte edhe një staf mjekësor, kishte edhe asistencë në aspektin e ushqimit për ata që ishin pamundur, dhe kjo ndihmonte dhe bënte shumë më të lehtë dhe praktike, le të themi, mundësinë për t'i trajtuar dhe për t'i asistuar. Pra ka me dhjetra forma dhe mënyra, por që sigurisht ajo që ne duhet të dëshmojmë më fort se në çdo rast tjetër është aftësia jonë që të kemi mundësi t'i financojmë si komunitet këto projekte. Dhe pasi ne të kemi bërë këtë pjesën tonë,
pastaj të insistojmë fort që pjesën tjetër të vinë, domethënë nëpërmjet detyrimit që ka pushteti lokal ose pushteti qendror. Por ne duhet ta japim të shembull. Ne duhet të tregojmë që dim të vetë organizohemi. Sepse edhe nga pikpamja e jetës ne sot kemi kaluar në një lloj shkëputje, në një lloj individualizmi gati refraktar. Nuk po njohim njëri tjetrin. Vërtet. Dhe prandaj them që kur ulemi dhe flasim për hallet, fillojmë dhe diskutojmë dhe punojmë së bashku, sepse duke qenë bashkë ka shumë e lehtë për të zgjidhur gjërat. Pra, dikush që ne nuk e dim mund të ketë një aftësi ose një mundësi të caktuar për të qenë pjesë e këtyre projekteve ose për të ofruar asistencë. Por asgjë nga këto nuk ndodh nëse ne nuk ulemi së bashku. Ashtu siç ndodhte dikur te i famshmi lokali Panda, ku mblidheshin dhe nuk ishte thjesht dhe pjesa e argëtimit, por pjesa më kryesore ishte diskutimi për hallet dhe problemet e qytetit. Prandaj komunikimi është kaq shumë i rëndësishëm në Mëse i gjithë domosdoshëm, por nëse ne do t'i lëmë të moshuarit, të vetmuar, secili në atë fatin e vet, duke pritur se ç'do të ndodh me fëmijët e tyre që jetojnë larg, duke mos ju dhënë mundësinë të socializohen rreth parë. Pra të kenë mundësinë që të kenë një vend përbashkët ku shkojnë dhe pinë një kafe falas. Ku të kenë mundësinë që të ndajnë ato shqetësimet e tyre. Jo, mund të kenë dhe mundësinë, domethënë që dikush mund të jetë një talent në zdrugtari apo të bëjë diçka të vogël, jo të argëtohen, të marrin veten me punë. Se ne kemi kaluar tashmë dhe në një fazë të frikshme, do të thoja, që nuk është gjë e keqe, por është e frikshme për arsye në të cilën ndodh, që kemi një numër rekord punësuarish persona që janë në moshën e pensionit. Dhe kjo ndodh vetëm sepse ata kanë pamundësi jetese. Dhe mos harroni që kanë jetuar, domethënë dhe kanë punuar nga 40 vjet dhe janë detyruar. Dhe ende vazhdojnë të punojnë. Sepse kur ti do të punosh sepse ke mundësi të ofrosh diçka dhe është kënaqësi, është tjetër gjë. Por kur ti punon sepse je i pamundur për të ngrënë, nuk po flasim për të shkuar me pushime, besoj që është detyrim i të gjithë neve për të qenë pjesë e një organizimi dhe një grupimi që do të mundësonte trajtimin nga pikpamja komunitare, pra nga pikpamja jonë njerëzore. Se në fundit çdo kush prej tyre është një prind ynë dhe çdo kush prej tyre është një afër ynë. Një familjar. Është familja jonë. Korça është familja jonë. Sepse kështu fillon. Qeliza është kjo, është familja e vërtet, është komshiu dhe pastaj vjen shtrirja në gjithë qytetin. Le të mos harrojmë situatat në ditën e sotme ku shumë njerëz nuk kanë asnjë lloj komunikimi me komshiun, asnjohje ndonjëherë. Nuk e di, është bërë e prikshme jetesa në ditët e sotme dhe mënyra se si ne ndërveprojmë me njëri tjetrin. Po jo vetëm kjo, për shembull sepse në periudha e komunizmit imponoi një jetë komunitare të detyrueshme. Jo pastrimi i përbashkët, jo borit, jo pastrimi i përbashkët i rrugicave, jo aksioni për këtë, jo aksioni për atë, sepse sa sot për fat keq veprimi komunitar ose të qenit të komunitet konsiderohet kuazi një sakrilegj, një mëkat. Sepse komunizmin vetvete nuk është se zgjodhi metoda të ndryshme nga ajo që implementoheshin në vendet perëndimore, por i keq përdor. Duke i keq përdorur krijoi një lloj alergjie, krijoi një lloj reaksioni. Por unë besoj se tashmë 35 vite mas rënies së komunizmit, njerëzit e kuptojnë që të qenit bashk, për shembull për ata që banojnë për pallate dhe për të marrë përsipër detyrimet që kanë të përbashkëta ndaj ambientit, se nuk është thjesht ligj. Ka një ligj që e rregullon, por askush nuk e zbaton. Por dhe megjithatë atëherë duhet që vetë banorët të mblidhen dhe të diskutojnë sa do paguhet për pastrimin e shkallës, sa do paguhet për dritat, sa mund paguhet për vendosjen e një ashensori apo për diçka tjetër. Mirëmbajtjen e diçka. Dhe kur kjo ndodh, dhe le të themi për shembull po e marr si rast fare të thjeshtë, sepse edhe në praktikën e punës së fondacioneve komunitare, kjo njihet si bashkëpunim ose bashkëveprim me grupet jo formal. Pra, nuk është e thënë që ti gjendesh një organizatë jo fitimprurse të regjistruar, pra të licencuar. Mund të jetë dhe iniciativa e një grupi banorësh që duan të vendosin një ashensor në pallatin e tyre, por që për fat keq nuk i kanë mjetet financiare për ta bërë. Pra ne mund mblidhemi të gjithë bashk dhe të mbledhim në një shumë të caktuar që mund t'i duhet atij pallati apo kujdo pallati
por t'ju dhënë mundësi edhe një të moshuari që jeton kat 5 të mos vuaj për duke zbritur dhe ngjitur shkallët çdo ditë. Por t'i krijojmë një mundësi minimale. Ushqimet e drut edhe dita të tjera. Të gjitha. Pra, e kuptoni se sa gjëra të thjeshta janë që duken si të pamundura për të realizuar. Por gjithçka mund të realizohet nëse ne jemi bashkë. Dhe sikur çdo qytetar i Korçës të fal një 5.000 lekë të vjetër apo një 10.000 lekë të vjetër në raport me këtë gjë, kjo do ta bëj komunitetin pasaj që të ndihmoj vetveten se në një mënyrë apo në një tjetër kështu do duhet të fillojmë bashkëpunimin ton dhe të perceptojmë të qenit në komunitet. Që këtu fillon duke ndihmuar njëri tjetrin, duke ndihmuar që dikush të ketë një derë hekurit e pallatit, dikush të ketë një ashensor, dikush tjetër të ketë mundësinë të pajiset me një karrocë të lëvizshme për ata që janë me aftësi të kufizuara dhe të tjera me radhë. Sepse këtë punë e bëjnë organizatat dhe ne mund t'i mbështesim këto organizata, por thash mund të jetë kemi me dhjetra rastin e miqve të miq takova në Massachusetts, në Boston, që kanë dëshirën të merremetojnë ose të ngrejnë shkollat e vjetra në fshatin Dardha apo në disa fshate të tjera apo dhe disa institucione të besimit shpirtëror kisha, të cilat po rënohen, por ka qenë pasuri e tyre. Dhe ekziston le të themi vullneti, por është ajo pjesa e personit i cili do të menaxhoj, do të rakordoj këtë punë. Dhe unë besoj që edhe mendimin e gjithë korçarëve, ne mund t'ja dalim që gradualisht të zgjojmë atë shkëndijën e bukur, atë ndjesinë e bukur të qenit pranë njëri tjetrit, se shqipja ka thënë shumë bukur. Ba mirësi, bëj mirë, pavarësisht se vjen në dialektin kek, por është shumë e bukur. Është shumë e bukur të bëjmë mirë. Çfarë na mungon neve sot? Komuniteti. Ne jemi në komunitet, por nuk jetojmë si komunitar. Jemi në komunitet i cili funksionon dhe pra nuk jemi funksional. Çfarë na pengon neve sot? Fakti që unë banoj në një pallat që nuk i njoh më komshin e mi. Për arsye të lëvizjeve dhe zhvendosjeve demografike kanë ikur dhe askush në pallate pothuajse nuk njihet me njëri tjetrin. Më lejoni t'ju tregoj një eksperiencë shumë të bukur që ndeshëm në Hungari. Një projekt në një qytet pothuajse shumë të përafërt me Korçën, të paktën nga pikpamja e popullsisë, sigurisht pak më të zhvilluar se ne, që quheshe Rrugët e Lumtura. Dhe ata ishin një grup, le të themi 3-4 çifte të rinj, mosha 35-37 vjeçar, të cilët kishin një lloj pamundësie për t'u njohur me gjithë banorët e lagjës. Dhe një ditë bukur vendosur të krijonin këtë projektin e thjeshtë që quhet Rrugët e Lumtura, dhe dolën aty para shtëpive të tyre, siç janë rrugicat e bukura të Korçës apo dhe ambientet përpara pallateve. Morën disa barbecue, morën disa miq të tyre që dinin t'i binin kitarës dhe në Korçë, nuk na mungojnë talentet në këtë fushë, dhe ftuan edhe gjithë të tjerët. Dhe me kalimin e rasteve, persona të cilat ishin të pranishëm në këtë lloj ambienti në lagjet e tyre u bën edhe më të shumt. Dhe nga aty ku bën më të shumt, krijuan domethënë edhe një grup në Facebook që komunikonin për çdo problem që kishin. Diku kishin probleme çështjet e ndriçimit, diku kishin problem që dikujt i duhej ku di unë një vegël, një trapan, dhe e thoshe kush e ka këtë trapani se më duhet, dhe tjetri thoshte jam unë. Hajde merre ke shtëpia ime. Pra, duhet të them që ata rifilluan të hynin në konceptin e të qenit bashkë për çdo gjë. Dhe u bë kaq, le të themi, publik kjo gjë dhe kaq e bukur sa shpeshherë politikanët tentonin të ishin pjesë e këtyre aktiviteteve për të bërë paksa dhe fushat. Sigurisht ishin të mirëpritur, na shpjeguan, por me një kusht. Çdo bësh aty fushat mund vini si qytetar, si miq, si komshin për të shiruar, pra zero politik. Kjo do të thotë që komunitetet pasaj fillojnë dhe kanë forcë, po kanë dhe ndikim. Kanë ndikim pozitiv. Ne nuk po themi tani që këto fondacione apo këto lloj lëvizjes të zhndrojnë në shtojca plus ose minus të njerëz apo tjetër. S'ka lidhje fare, jo, madje përkundrazi. Është një diçka që është e zhveshur nga ngarkesa politike. Komuniteti mbi gjithçka. Ne do të vazhdojmë bisedën tonë në studio, do të kemi një shkëputje të shkurtër muzikore dhe rikthehemi së bashku vetëm pas pak për zbuluar më tepër nga gjithçka që ju dëshironi të realizoni. Për një hero
sot, por më të madhin njohim ne, i plot fuqish mi mbret mi mbretën, sondimtar i kombeve, i cili mori trajt shërptori, dhe vdi që ne të gjejmë shpëti. Ne shpallim qartë, thërasim mezet lart, ai është kampioni fitimtar. Ne shpallim qartë, thërasim mezet lart, ai është kampioni fitimtar. I plot fuqishmi është heroi, nga zgjedhje vdekjes na çliroi, me Jezusin e s'kemi frikë më. Djalli ikën para tij, drita e tij do shdrisë mbi konde, me shtatrësi e do të vi. Ne shpallim qartë, thërasim mezet lart, ai është kampioni fitimtar. Ne shpallim qartë, thërasim mezet lart, ai është kampioni fitimtar. Ai është kampioni fitimtar. Rikthehemi sërish në studio për të vazhduar bisedën në ditën e sotme me zotin Leonard, dhe në këto momente dua të pyes në lidhje me sfidat, të cilat kanë qenë ndoshta disa prej sfidave më të mëdha që keni hasur gjatë rrugtimit të fondacionit, dhe qoftë në aspektin e organizimit, por edhe në përfshirjen e komunitetit. Sfida më e madhe, jo vetëm për ne, po besoj për çdo iniciativë që lidhet me krijimin e organizatave jo fitimprurse, mbetet për momentin kuadri ligjor në vend dhe situata në sistemin e drejtësisë. Për arsye se ligji përcakton qartë që këto lloj organizmash mund të regjistrohen vetëm në gjykatën e rrethit Tiranë, ka një super ngarkesë, dhe duke patur parasysh që reforma në drejtësi ka krijuar një vakum shumë të madh në personel, kohëzgjatja e trajtimit të këtyre kërkesave është e frikshme. Ne na u desh pothuajse një vit dhe madje mund ta quajmë veten me fat, për të patur mundësinë e organizimit në kuadrin e mirëfillt ligjor, sepse ne që në momentet e para që bëm regjistrimet para noterit, nga pikpamja formale jemi të legalizuar, por fjala e fundit, ajo që e formalizon në nivel përfundimtar, është vendimi i gjykatës. Dhe kjo ka qenë një sfidë vërtet, si dhe shumë elementë të tjerë që lidhen me pjesën e burokracisë e të gjitha me radhë. Dhe nga ana tjetër, nëse do të vinim re me vëmendje, ligji shqiptar nuk është në një ligj shumë i favorshëm në jetën e organizatave jo fitimprurse. Të organizata ynë me njerë si subjekte fiskal, pra sikur të ishin objekte ekonomik, nga pikpamja tjetër nuk ka një ligj për dhurimin apo për donacionin në Shqipëri, vazhdon të jetë një gangren
një plagë e vjetër e politikës shqiptare, e cila nuk merr mundimin ta trajtojë me justifikimin se ndodhin evazione. Pra, në pamundësi shteti deklaron në pamundësi që unë të kontrolloj e ndaloj. Ja kuptoj. Dhe kjo është një tjetër çudia la shqiptare. Një pjesë tjetër e sfidës është që ne ende nuk kemi një ligj të caktuar për vullnetarizmin, pra në ligji i cili duhet të kishte shërbente, domethënë si promocion shumë i mirë apo si një vlerësim shumë i mirë për individët që pranojnë të jenë pjesë vullnetare të organizimit të punës nëpër komunitete apo në organizmat e tyre. Ndoshta kjo i step shumë njerëz, që nuk do të thoja të që i përfshihen në step, por të forma paktën vullnetarizmi. është më se e sigurt që nuk i stimulon. E vërtet. Se ndoshta stepja është fjalë e madhe, por nuk i stimulon dhe thot ç'a përfitoj unë nga kjo. Në sensin më njerëzor të fjalës, jo në kuptimin e përfitimit material. Pra gjithnjë duhet të ketë një motivim, se nëse do të sepse mund ta bëj diçka në një kohë caktuar, por nuk motivohet për të vazhduar. Por nëse do më të tej. ishte ndryshe, pse vendet e tjera do ta kishin rregulluar të kuadër ligjor? Pse ne duhet të shkelim gjithnjë nëpër monopate të reja, sepse rrota është shpikur, e tham, dhe në rastin konkret, Korça e ofron vetë këtë traditë të shkëlqyer. Thjesht ne duhet ta përhapim. Duhet ta përhapim nëpërmjet Radio Suaj, duke treguar historitë së shkuarës, duke bërë homazh në këtyre, duke bërë këtë që thash të guidën e objekteve të dhuruara ose të ndërtuara, Do të ishte shumë duke i interesante. bërë Korçës fjala vjen një do thoja ndoshta një skulpturë apo një vepër të tillë arti diku në një nga vendet më të bukura të Korçës që domethënë të sillte dhe të evokonte gjithnjë si ushtari pa njohur, luftëtarin apo dëshirën për liri, bamirësinë, sepse ka shumë mënyra për të cilat dhe nëpërmjet të cilave ne mund ta promovojmë këtë traditë të shkëlqyer të qytetit tonë. Kemi sot me 10 njerëz të heshtur qytetar të cilët bëjnë ato donacionet e tyre, por që nuk rendin për lavdi, por që ne duhet ti mshojmë fort veprës dhe kontribut tyre. Për shembull kemi një korçar shumë të mirë, Ilia Ballaurin, i cili në mënyrën e tij është një filantrop duke dhuruar libra apo elemente të tjerë për qytetin e Korçës, për librarit, për bibliotekat e tëra me radhë. Pra ka me 10 njerëz dhe sot e kësaj dite, dhe ne duhet i kërkojmë ta njerëz dhe ti promovojmë ta njerëz, jo në kuptimin e tyre, ata nuk kanë nevojë sepse ata e bëjnë me vullnetin e tyre të lirë, nuk kanë nevojë për lavdi. Por ne duhet i promovojmë sepse duhet ju themi që ja kush është një rrugë se si mund të ndihmojmë veten dhe komunitetin, të japim shembullin. Ta njerëz nuk kanë nevojë për lavdi, sepse e bëjnë nga dëshira e tyre. Filantropizmi është një diçka që e kemi të lindur brenda nesh. Ne thjesht duhet t'u japim motivin e duhur dhe arsyet e duhura çdo korçari, çdo qytetari të Korçës, dhe jo vetëm, kur them korçari flas me gjërë, çdo banori që është unë, domethënë, në pjesë e Bashkisë Korçë edhe me gjërë, për të dhënë atë kontributin e vet, për të bërë pjesë integrale. Dhe kjo është sfida më e madhe. Nëse do të pyesni se cila do të ishte sfida më e madhe e juaja personale në këtë nismë, më lejoni do të ju them që është një dhe vetëm një: të ndërtojmë një komunitet funksional që ndihmon vetveten. Nëse kemi realizuar të qoftë në miniaturë, unë do ta quaj një nga rritjet më të mëdha në jetën time. Nga sukseset. Jetësor, jo thjesht të fondacionit. Cilat janë planet që keni për të ardhmen? Atëherë, ne sapo kemi përfunduar, siç u thashë, gjithë to proceset e regjistrimeve, të legalizimeve e të tjera me radhë, dhe duke filluar pasaj që në muajin korrik, sfida jonë reale do të jetë pikërisht krijimi i kësaj, një bordi të madh qytetar, që kushdo mund të jetë pjesë, është i mirëpritur, i cili mund të kërkojë edhe transparencën e çdo që ndarke në fondacion, edhe si qytetari thjesht, jo thjesht si pjesë e bordit të qytetarëve, edhe si qytetari thjesht do ketë drejtën të vijë dhe do pyes që çfarë është bërë me këto fonde të mbledhura apo të organizuara, dhe gradualisht të ndërtojmë një praktik bashkëpunim edhe me organizatat vendore, por edhe me këto grupet jo formale ose informale që ju përmenda më sipër, për të parë se kush do të ishin mundësitë, ku duhet të fokusoheshim, të përcaktonim ato 2-3 gjërat fillestare dhe të fillonim punën tonë bazë, që është pikërisht mbledhja e fondeve në dobi të
atyre për veprave që shkojnë për komunitetin. Kjo është pjesa jon, sfida jonë e parë edhe e prershme. Kjo është sfida e Do të jetë në përhershme. vazhdimsi, Do të jetë, nuk ka të ndalur. Nuk ka të ndalur kjo. Nuk ka të ndalur. Për fat mirë në vizitat që pata në Shtetet e Bashkuara, reagimi sepse ne kemi një organizat shumë të madhe në Boston, në shtetin e Massachusetts, Masbesa quhet ajo, e cila ka mbledh në vetvete shumë shqiptar dhe sidomos nga Korça, të cilët bashkëveprojnë aty dhe nëpërmjet tyre me organizata të ndryshme pasaj të shpërndara në qytete të ndryshme të Massachusetts, jo vetëm në Boston. Kemi edhe zona tjera me fjalë që janë të banuara shumë nga korçar, dhe ne mund të fillojmë pasaj bashkëpunimin me ta dhe për prioritetet që ata kanë, edhe për komunitetet që kanë ngelur në nevojë, dhe sidomos thash dy ato elementët më kryesor janë të rinj dhe të moshuarit. Jo se pjesa tjetër nuk përbën interes, e keni parasysh, por janë, si të thuash, pjesa më e prekur, më që kërkojnë ndërhyrje imediate. Njëra sepse po ikën dhe është problem shqetësues në shumë vende të botës, jo vetëm tek ne, por ne duhet të zgjidhim njëherë problemin për ne, dhe pjesët moshuarve të cilët janë sot domethënë në Korçë kanë mbi 16.000 të moshuar të vetmuar. Si pasojë e ikjes së të rinjve patjetër, janë të lidhura me njëra do të sjell për pasojë rregullimin e këtij raporti në të ardhme afatmesme, se nuk po themi të afërt. Por ndërkohë këtyre që janë tashmë që jetojnë në këto kushte të vështira, ne dim se sa është niveli pensioneve të gjitha. Ne duhet krijojmë mekanizma dhe në bashkëpunim të ngushtë. Këtu patjetër duhet një bashkëpunim, është e domosdoshëm bashkëpunimi me qeverisin lokale, me bashkinë apo me institucionet të tjera të cilat kanë në fokus pjesën e Korçës, të qytetit, sepse nëpërmjet tyre mund të realizojmë, do të thoja, një produkt shumë të mirë në dobi të komunitetit. Ne nuk kemi nevojë për gjethe dafine. Nuk kemi nevojë për lavdisi fondacion. Nuk na intereson fare marrja së drejtës së autorit. Për ne e rëndësishme është që të krijojmë mundësinë të mbështesim financiarisht dhe të bindim edhe faktorë dhe aktorë të tjerë të jenë mbështetës në këto nismat tona. Për fat mirë që në fillimet tona jemi mbështetur nga disa organizma ndërkombëtar dhe kombëtar, kemi bashkëpunim me një nga organizatat më të mëdha, do të thoja, dhe më të sofistikuara në kuptimin e organizimit të punës, partnerët Shqipëri, të cilët na kanë mbështetur që në momentet e para të krijimit, dhe ne kemi nevojë domethënë për pjesën tonë të trajtimit të aseteve të burimeve njerëzore dhe të gjitha me radhë. Askush nuk lindi ditur, duhet të mësojmë ne në radhë parë që të kemi mundësi të mësojmë dhe të tjerët, dhe me ndërhyrjen e tyre ose le të themi me sugjerimin e tyre, pastaj ne jemi bërë pjesë e asaj një organizmi të madh dhe europian që quhet Iniciativa e Fondacioneve Komunitare Europiane, e cila është me bazë në Bruksel dhe në Gjermani, sepse Gjermania sot për sot në aspektin e vendeve europiane është një nga vendet me bumin më të madh në krijimin e fondacioneve komunitare, numëron mbi 400 të tilla. Sepse vetë ndërtimi social, struktura gjermane me lendet dhe këto domethënë i jep komunitetit më shumë mundësi të veprojë, sepse thash është ajo pjesa e etatizmit e kanë të shkëputur, dhe Shqipëria për fat mirë po hyn në këtë. Një nga detyrat që më është ngarkuar edhe nga do të thoja nga iniciativa e Fondacionit Komunitar Evropian është që unë të filloj dhe përveç domethënë Korçës të ndihmoj edhe në qytete të tjera ose të inicioj edhe në qytete të tjera. Sepse jeni fondacioni i parë komunitar në Shqipëri. I parë komunitar, të ndihmoj ose të le të themi të shpërndaj këtë praktikë pune e cila të fillojë të merret edhe në qytetet të tjera patjetër. Dhe ata janë të gatshëm që të na ndihmojnë pasaj në këtë nismë. Dhe do të ishte një nder për Korçën që jo vetëm që e krijoi për vete këtë organizëm, por të ndihmoj edhe pjesën tjetër, siç kemi patur në traditë, pavarësisht se ndoshta njerëzit janë pak skeptik, për arsye sepse thonë që ne nuk mund të mburemi me të shkuarën, dhe qëndron, por ne nuk mburemi me të shkuarën, ne evokojmë një të shkuar brillante, se është tjetër gjë të mburemi të kemi pasqen, dhe problemi duhet të jemi. Mirë po, në momentin që duhet të jemi, ne nuk mund të themi që filluam nga hiçi. Jo, është vërtet.
ajo që ne mund të bëjmë duke u referuar së shkuarës nuk është thjesht dhe vetëm një dëshirë për të jetuar lavdinë e së shkuarës, por sepse ajo mund të ketë në vetvete një eksperiencë të jashtëzakonshme që ne mund ta përdorim dhe në ditët tona. Pra nuk është thjesht një promovim si lavdije së shkuarës, por një Është mundësi. një lloj trashëgimie që Po për të parë pra se kush ishin mënyra se si ata funksionuan. Ndoshta mund një pjesë për tyre mund t'i vëmë dhe sot në përdorim. edhe për këtë arsye ne nisëm sot së bashku bisedën Askush duke nuk i sjellë një kërkoi- lloj historiku të shkurtër. Askush i kërkoi doktor Ivon Naum që ti ishte të bëj donatore për Korçën. Mjaftoi vetëm një vizitë në Korçë. Në vitin 2019. Dhe gjithë ajo bota e krijuar në memorien e saj, në kujtimet e saj nga tregimet e prindërve, i lindi këtë dëshirën për ta bërë Korçën një qytet më të bukur sepse ajo e pa pak të zymt. Pra, secili në opsionin e vet, pra fakti që këtu nuk ishte lule, fakti që nuk ishte shumë ngjyra, domethënë qyteti, i dha përshtypjen që nuk ishin ato si thua Si që imazhi kishte që ajo imagjinuar, kishte po, e vërtet. krijuar nga rrëfimet e prindërve. Dhe këtu filloi ideja, pra ta bëjmë Korçën një qytet më të gëzueshëm. Pastaj nga një qytet më i gëzueshëm kaloi në element tjerë. Shiko, në Korçë jetojnë shumë qytetarë bashkëmoshatar të mi. Nuk jemi të vjetër, por edhe shumë të rinj nuk mund të quhemi më. Dhe të gjithë kujtojnë me shumë dashuri rruga poshtë nga Kinema Morava dhe deri tek Parku Rinia, por edhe në zona të tjera, kishte një veçanti që ishin të gjithë, domethënë, ishte si parad e zambakëve. Pra ishin të mbjedh lule zambak. Dhe përveç aromës i lëshonin, kishin edhe atë morinë e ngjyrave, sepse ka shumë ngjyra, të verdh, kuj, të bardhë. Po, Dhe sikur se çdo janë zambak. shtëpi krijonte në vetvete një lloj mini antagonizmi se kush do kishte zambakët më të bukur. Po për kënaqësi shpirtërore dhe të parë dhe estetike. Mos harroni Korça është qyteti i argavanëve, qyteti i akacjeve. Ne këto pemë duhet i sjellim sa më shumë në ambientet publike, sepse ato janë pemë që dhurojnë ngjyra, duke dhuruar ngjyrat i dhuron gëzim. Pra dhe këto gjërat e vogla. Patjetër janë një sër përfitimesh. Edhe këto gjërat e vogla mund të jenë element që na do bëjnë domethënë një komunitet që të ndihet më mirë në qytetin e vet. Nuk është gjithçka ke ndërtimi. Pra, Korça duhet i rikthehet atyre traditave të mira, të bukura, të cilat kanë efekte pozitive dhe sot. Dhe prandaj nuk kam asnjë lloj kompleksi për të evokuar të shkuarën, jo si qëllim në vetvete, jo për thënë që kemi pas qenë, por jemi dhe duhet të jemi dhe duhet të rikthehemi. Mirë, po kjo nuk vjen duke ulur në një vend dhe duke shprehur dishpëruar. Kjo vjen duke Kjo kërkon vepruar aksion. nga secili prej. Kjo kërkon veprim. Dhe në çdo rast nuk mund të ketë vetë veprim. Në çdo moment ka dikush që po e merr përsipër të rolin e liderit të vogël, drejtuesit të vogël, dhe pastaj është vetë komuniteti që bën punën, se sado domethënë një organizatë sikur të ketë edhe 100 veta, nuk mund të krahasohet kurrë me nismat, me iniciativën dhe me botën që ka. Mjafton thresësh të rinj dhe t'u thuash ç'a duan. Fëmijët e gjimnazeve të viteve të dyta apo të treta, të cilat janë në kulmin e produktivitetit tyre, por s'kan mundësi ku të shprehen. Ka me 10 talente, të cilat nuk mund të shprehen sepse nuk kanë mjetet më të vogla. Ti mund të krijosh projekte të vogla për klasa ndryshme për ata njerëz që duan të jenë te pjesa domethënë atyre që duan të shpikin diçka. Ka shumë mënyra patjetër. Por sepse këtë duhet të nxisim dhe mbasi të nxitim këtë, ne mund të themi që këtë mund ta bësh edhe në Korçë. Dhe sot për shembull ka një fakt, po e marr në një sferë, në një aspekt shumë të thjeshtë. Ti sot nëse do të ishe një IT shumë i kualifikuar, mund punosh nga shtëpia. Pra pjesa më e madhe e IT-ve sot e sistemeve, programimeve punojnë nga shtëpitë e tyre në vende të ndryshme. Madje Shqipëria në vitet e fundit, me thënë drejtën, është bërë një vend pune për shumë nga këta të cilët vinë, jetojnë lirë, bukur, sepse ka det, ka diell dhe të gjitha dhe punën e tyre e bëjnë në Shqipëri, por mos harro, harxojnë në Shqipëri. Harxojnë, pra ato çka marrin e shpenzojnë këtu. Po patjetër. Pavarësisht se janë të huaj, por kur këtë e bë kanë të huaj sepse konsiderojnë Shqipërinë vend shumë të këndshëm për të jetuar, pse mos krijojmë ne mundësinë për të përgatitur dhe për të fokusuar të rinë tanë drejt këtyre praktikave. Pra, një nismat mund të jetë për shembull mbledhja e fondeve për të garantuar bursat, pra dikur e bënin për prikën,
Po sot mund mbledhin fonde për bursat e 2 studentëve të shkëlqyer. Apo më shumë se 2, pse duhet mbetemi në 1. Pra, ka me dhjetra dhe dhjetra, le të themi, iniciativa dhe nisma, por në bindjen tonë dhe në gjykimin tonë, të gjitha këto duhet të vinë nga vetë komuniteti, ne nuk marrim përsi për ta orientojmë komunitetin. Jo. Këto janë element që unë i mendoj vetë si pjesë e komunitetit. Patjetër, komuniteti mund të vi me Por komuniteti shumë mund të vi ide, me nisma ide të tjera nisma dhe nga më mbi të bazën ndryshme. e këtyre nismave ne pastaj marrim dhe përzgjedhim kush është më imediatja me impakt më të madh në komunitet. më të madh komunitet dhe jo vetëm për momentin, por ndoshta dhe afatgjat, dhe fillojmë punën pasaj për të organizuar mbledhjen e fondeve në mënyrë që ky projekt i komunitetit të realizohet. Duke qenë se pak nga pak po mbrim edhe në fund të bisedës sonë në studio, çfarë mesazhi do të doje të përcjellje tek të gjithë ata që janë duke na ndjekur, tek dëgjuesit tanë, qofshin korçar ose jo? Cili mund të jetë kontributi që ata mund të japin për qenë pse jo edhe pjesë e fondacionit tuaj? Do ta filloja me një shprehje të thënë nga një politikan që nuk do të pëlqente në rastin konkret, jo se kam probleme me politikën, kam qenë pjesë e saj për shumë vite, por sepse do doja që të ishte thënë nga dikush tjetër, por mira keq këtë e ka thënë presidenti Kennedy në një moment të ushtrimit të tij të detyrës si presidenti i Shtetit të Bashkuara. Mos shiko çfarë do bëj Amerika për ty, po shiko ti çfarë mund të bësh për Amerikën. E zbritur e tokëzuar, pra e sjell sa më afër realiteteve shqiptare, është mos shiko se çfarë mund të bëjnë të tjerët për ty, po fillo të mendosh ti se çfarë mund të bësh për veten tënde dhe automatikisht dhe për pjesën tjetër. Këshilla ime është një dhe e vetme. Ne duhet kuptojmë që jemi njerëz që ndajmë të njëjtat probleme, të njëjtat shqetësime, të njëjtat halle, pavarësisht se si dukemi, dhe mënyra më e mirë për t'i përballuar ato me sukses, mënyra më e mirë për t'u ndjerë mirë me veten tonë në vendin tonë, është të fillojmë të jetojmë sa më pranë problemeve të secilit prej nesh, jo duke zgjidhur brenda guaskës hallin tonë. Në momentin që ne do ta tejkalojmë këtë, do të thoja stepje që kemi për momentin, të imponuar nga shumë rrethana, kjo do të jepte mundësinë që ne të çlironim me energji të pafundme. Një komunitet i cili është në gjendje të rregullojë dhe të menaxhojë pallatin e vet, bllokun e shtëpive ku jeton, fatin e fëmijëve të vet, fatin e të moshuarve, apo dhe fatin e pjesëve të tjera të prekshme të shoqërisë, siç mund të jenë gratë në nevojë, që mund të jenë dhe të ndara nga familjet, nga bashkëshortët e tjera me radhë. Kjo do të na krijonte mundësinë që të krijonim një komunitet më në gjendje për të përballuar jetën. Dhe kjo do ta bënte edhe jetën tonë më të këndshme. Duke e bërë jetën tonë më të këndshme, nuk do të kishim më nevojë për t'u larguar thjesht dhe vetëm se këtu situata është jo fort e këndshme. Duket si gjëra, domethënë, shumë të thjeshta, por ma besoni që ndonjëherë siç përdorim atë shprehjen e vjetër që djalli fshihet tek detajet, edhe gëzimi dhe mundësia për të urime më këmbur fshihet tek gjërat më të thjeshta që na bëjnë të ndihemi njerëzor dhe bashkë. Të falenderoj shumë për gjithçka që ndave në ditën e sotme, kënaqësi të ishim në një bisedë kaq të veçantë, edhe pse jo për të përcjellë mesazhe të tilla gjithmonë edhe më tepër inkurajuese, sensibilizuese, jo vetëm për qytetarët Me korçar. shumë kënaqësi do të më keni këtu sa herë që të jetë e Patjetër, nevojshme, kënaqësi për të prezantuar ndoshta edhe çdo projekt, çdo qoftë iniciativë. për të bërë apel për projekte të ndryshme, qoftë edhe për të treguar, shiko se kemi bërë një gjë shumë të bukur dhe njerëzit duhet ta dinë, do të ishte kënaqësi e veçantë, ashtu si sot çdo herë të isha këtu. Kënaqësi edhe për mua, të uroj një ditë të mbarë në vazhdim. Ne përfundojmë bisedën në këtë moment së bashku, shkëputemi për të ndjekur një tjetër hapësirë muzikore.